E keni parasysh sa shtrenjtë ju kushton mbajtja një makine. Jo thjesht për shërbimet, por edhe për shkak policës sigurimit që vazhdon të jetë lartë, pavarësisht sjelljes tuaj të mirë në rrugë, pa shkaktuar dëme, pa shkaktuar aksidente e kështu me radhë. Është në rritje. Para pas vitit 3 pash 2 lajme në revistën Monitor edhe që më tërhoqën vëmendjen jashtë mase. I fundit lajm është ky, sigurimi i makinës, çmimi këtë vit për 2026 rritet me të paktën 15% për ata që kanë shkaktuar dëme. Të paktën 15% sepse shkon edhe më lart dhe natyrisht është gjë e mirë për ata që kanë shkaktuar dëme. Por ajo që më bën përshtypje gjatë leximit të shkrimit është fakti që edhe mund ta shikoni këtu, ata që janë sjell mirë përfitojnë vetëm një 500 lekësh. Pra sjellja e mirë në rrugë kushton vetëm 500 lekë më pak në policën tuaj të sigurimit. Lajmi i dytë ishte para vitit 3 dhe ishte i tillë, fitimi i kompanive të sigurimit u rrit me 64% gjysmën e parë të vitit. Dhe e dini se sa është 21.5 milion euro në total për të dy tregjet të jetës dhe jo jetës, dhe jo jeta është 1.87 miliard lek ose diku ke 19.5 milion euro. Gjatë raportimit AMF-s në fund vitit që shkoi në kuvend, ne lam detyra të qëndësishme, bëm një rezolut, e votoi Komisioni i Ekonomisë dhe Financave të kuvendit dhe ja dërguam kuvendit për ta votuar. 2 gjëra kërkonim në të. E para, rishikimin e vendimit të AMF-s për sistemin bonus-malus për të vendosur një ekuilibër të ri. Ishte i zbalancuar ai vendim në favor të kompanive të sigurimit dhe në dëm të konsumatorëve. Jo të atyre që janë sjell keq, po mbi të gjitha të shumicës sa atyre që sillen mirë e që përfitojnë atë 500 lekëshin. Dhe e dyta, hetimin. Duke angazhuar 2 autoritete, Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare dhe Autoritetin e Konkurrencës, marrëveshjes së ndaluar që midis kompanive, të cilat në bazë të një algoritmi kanë ndarë tregun dhe shesin policat duke shbërë dhe sistemin bonus-malus apo duke bërë atë jo prioritare të parëndësishëm. Kjo rezolut nuk u votua në kuvend dhe është hera e parë që ndodh kështu. Çfarë synonte? Mbrojtjen e konsumatorit dhe favorizimin e konsumatorit në një ekuilibër të ri, duke prishur zhbalancën e vendimit të vjetër. Pse nuk u votua rezoluta në kuvend? Pse? Fitimi i fletshëm.